Vallai, jo. Unë them jo. Se kam qunat, pa unë s'punoj. Ata kanë më ka thënë që hik në një punë, hes me një tjetër. Kështu e që ata, ose nuk respektojnë ata, pa unë them që nuk respektojnë ata. Se këta ka fëmijë, nuk e di. Nuk e respektojnë punëdhënësit, thoni? Punëdhënësit po them. Punëdhënësit, jo. Po sindikatat kanë rol këtu të ne? Vallai, di tani unë nuk. Jo thash. Këta e them me plot gojnë. Se mund t'jetë punëdhënësi që se respekton, po mund t'jetë dhe ndonjë vartës, ndonjë drejtor. Sindikatat unë them që janë jo. Se s'ka fare. Unë them nuk I njohun se kush. Nuk ndihen fare se ku janë njëtë pak. Gabime ka Shqipëria. Ti nuk e vlerëson. Ju qa mendimi keni për drejtat e punëtorit? Kanë punëtorit realisht drejta, respekton të drejtat? Duhet të ketë të drejta punëtorit, se ai ndjell lodhje të jetën. Po roli sindikatave? Po sindikatat ato e kanë, sindikatat. Po këtu të ne nuk janë shumë aktive, duket sikur as punëtorët vetë nuk besojnë të sindikatat. Po prandaj, po tash s'ka dhe fuqi punëtore këtu te neve tash. Tash janë më tepër janë private. Privati shikon interesin e vetë. Atëre në Republikën e Shqipërisë janë dy ligje shumë të rëndësishëm, të cilit janë Kodi I punës në Republikën e Shqipërisë me numër ligji 7961 datës 12/7/95, si dhe ligji për sindikatat në Republikën e Shqipërisë, I cili është me numër 7516 I datës 7/10/91. Të dy këto ligje, si për me njëri tjetrin, bëjnë atë që të drejtat dhe detyrimet e punëtorëve dhe punëmarrësve në raste të ndryshme të zgjidhen ligjërisht ose vullnetarisht.